Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Mami Fëllasje Vëllajn, ish banorja e Bigut tregon incidentin në familje. Ish banorja e Bigut Dea Michelle ka ndarë me ndjekësit një moment të pazakon dhe as pak të këndshëm që ka ndodhur në familjen e saj. Përmes një Insta story, Dea zbuloi se mamaja e saj është përplasur me makinën e vëllait të saj, duke krijuar një situatë tensioni dhe paniku mes familjarëve. Sot mami përplasi vllajin, do me thonë makinë me makinë. Unë nuk postoj për familjen, por disa gjëra vlen të mbahen mend. Shkroi ajo krahas fotos së publikuar brenda automjetit. Edhe pse Dea e ka treguar me humor, situata duket se ka qenë mjaft e sikletshme për familjen, pasi një përplasje mes dy makinave të drejtuara nga familjar të afërt nuk ndodh çdo ditë. Dea Michelle vazhdon të mbetet një nga ish-banorët më të komentuara të Bigut, ndërsa çdo postim nga jeta e saj private arrin të tërheqë vëmendjen e ndjekësve dhe mediave roz.